Sot u mbajt seanca e parë parlamentare pas zgjedhjeve të 11 majit ku nuk munguan tonet e larta. Deputetët u rikthyen në kuvend pas 2 muajsh fushat. Për shkak të tensioneve dhe debateve, seanca e sotme përfundoi në vetëm 20 minuta pas akuzave dhe përplasjeve me socialistëve e demokratëve, kryesisht për rezultatin e 11 majit. Ajo u shoqërua me tonet ashpra dhe përplasje verbale mes kreu demokrat Sali Berisha dhe kryetares kuvendit Elisa Spiropali, të cilët shkëmbyen akuza të ndërsjellta. Pasi u ngrit për të propozuar ndryshimin e rendit të ditës ku demokratët kërkonin të shtojë edhe një pikë për diskutime për 60 minuta, Berisha sulmoi ministrin e ekonomisë, turizmit dhe inovacionit Blendi Gonxha. Ai që shihni aty ndërroi mbiemrin, tani quhet Blendi Xhabafti, tha Berisha duke bërë me gisht nga Gonxha. Mos ju drejtoni me fjalë të padenja antarëve të Këshillit të Ministrave, ja ktheu kryeparlamentaria Spiropali. Ta heq të drejtën e fjalës nuk mund vish këtu pas humbjes turpruese dhe dëshpëruese dhe të prishësh kuvendin. Ndërkohë jashtë parlamentit, deputeti socialist Erion Braça ka ngushëlluar kolegët e Partisë Demokratike për humbjen e mandatit në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Mirë po, ngushëllimin Braça nuk e ka bërë vetëm me kolegët demokrat, por edhe me ata brenda partisë së tij, si për shembull me deputetin Pandeli Majko, i cili nuk rikthehet në kuvend në shtator.